Një ngjarje të stisur nga ish-bashkëjetuesja e tij e ka cilësuar në një deklaratë për mediat abuzimin e 5 vjeçares së mitur nga gjyshi i saj, babai i vajzës Ageliano Gjata. Jam i shokuar, thot 31 vjeçari, banues në Peshtan, teksa tregon se që në moshën 6 muajshe, e mitura Mariana është braktisur nga nëna e saj Ana, ndërsa me gjithë kushtet e vështira ekonomike, ka pranuar kujdestarinë e vajzës duke u abesuar gjyshërve, pasi ai vetë është i detyruar të largohet shumë herë nga shtëpia për të siguruar të ardhura. Marrëdhënia e tyre gjyshmbes është e pazakontë, tregon Ageliano, pasi janë të pandarë me njëri tjetrin. Imat akuzohet për vepër të turpshme. Është një shok shumë i rëndë, sepse unë të gjitha mund t'i prisja, por të kjo nuk e mendoja kur. Aq më tepër për këtë rast, sepse mos të them për deklarat, do më thënë që të mbrojt Imat, po mjafton të pyesni këtë donin në fshatin, do më thënë se si e kam mbajtur Imat vajzën time, që unë ja kam lënë në kujdestari, sepse vajzën unë e kam marrë prej 6 muajshe, që e jema e braktisi, dhe për mos ta çuar në jetimore, unë e kam marrë në kujdestarin time, në bashkëpunim me prindrit, duke i thënë që kështu është situata, si do veprojmë, me kushtet vështira që si jam rritur unë në familjen time, bashkë me motrën time, me familjen, me prindrit, me vështirësitë ekonomike, mua prindrit më kanë dalë krah që të dy. Më kanë thënë që sot, që prej 6 vitesh të themi, se vajza në datën 5 korrik bën 6 vjeç, më kanë thënë që sot na e sjellësh vajzën këtu. Edhe kushtet ekonomike, ndihmesa të tjera nuk kam pasur, do më thënë, edhe i kam thënë prindërve që atëre vajza vërtet është e imja, por sot e tutje kjo është e juaja. Kontributi im do jetë në vlerë monetare, por në mungesë të prezencës, sepse do më detyrohem që të largohem, të punoj, ku nuk kam qenë, në Kroaci, në Malzi, në Gjermani, punoj në ndërtim. Nëna e saj 2 ditë më parë ka dashur ta takojë në Fier, tregon ai, dhe në një hotel ku ka qëndruar me të e ka pyetur vajzën a e ngacmon gjyshi, dhe ajo ka thënë po, por ngacmimi i vetëm, nëse mund të quhet i tillë, është se ai e fërkon në kurriz derisa ta zër gjumi. Kjo është e gjitha. Ish bashkëtuesja e ema e vajzës më thotë që kam ardhur në fshat, edhe duhet të takoj vajzën. Atëre i them prit që të marr babin në telefon, edhe ta nxjerrë ai te shtëpia tezës që ka aty në fshat. Edhe bie dakord. Më vonë si largohet Imat, ajo më merr përsëri në telefon edhe thotë që duhet ta mbaj unë sot, se nesër do largohem. Ka mundësi? Edhe unë i them vetëm po i deshi qefi Marianës, se ka tentuar edhe herë të tjera, ka ndajtur sa ka ndajtur vajza në mes të natës, pastaj është ngritur në gjumi, ka qarë, ka thënë dua ladin. Është detyruar Imat që ta marrin mes natës me motor, ta marrin në shtëpi, sepse ka prej 2 vite gjysmë që kur unë çoj vajzën në Kopësh, lidhjen më të madhe vajza ime e ka me Imat se sa me nënën time. Edhe mua e di që jam babai, por afrimitetin që ajo ka me atë nuk ka shans që ta ketë as me mua dhe as me një njeri tjetër. Me skenime më të ndryshme, edhe duke e sajuar që të ngacmon gjyshi, edhe vajza përgjigjet po. Po ngacmimet që i bën ai, nuk e di në quhen ngacmime, ta fërkosh vajzën në kurrizi edhe ta ngresh në krah e ta puthësh. Tani nuk e di se si quhet kjo ngacmime, apo edhe mua do më quhet ta ngacmoj vajzën time që e ngre në krah, e puthe, ka fshoj në barku në kurrizi. Kështu që unë jam shumë i shokuar. Unë sot i ruaj kontaktet me prindrit e saj, sepse më pyesin si e kemi mbesën. Sa herë që ata dëshirojnë, unë u nxjerr në telefon me kamerë. Kam kontaktuar me Izvjerri, edhe i kam thënë që Ana ma ka marrë vajzën, pa të drejtë,
edhe ka ngritur akuzë kundër Ladit, Timati, kështu. Edhe më thot, mere policin, i thuaj vajza është e imja me vendim gjykate, e dua vajzën në shtëpi dhe që të mbyllet kjo çështje sepse është një çështje shumë delikate dhe e ulët. Elma kërkon të përfitojë nga kjo situatë, thot ai, për të marrë kujdestarinë e vajzës, por jo duke bërë akuza të tilla të turpshme, ndërsa i ka bërë apel organeve të drejtësisë të jenë të kujdesshëm në gjykimin e këtij rasti delikat. Ndërkohë 5 vjeçaria ndodhet në shtëpinë e Tahatit dhe dëshpërimisht kërkon gjyshin, thot Ageliano, ndërsa shton gjithashtu se në komunikimin që ka patur me prindrit e ish bashkëjetueses, ata i kanë thënë që t'i drejtohet policisë për kallëzimin që ka bërë. Të shokuar nga kjo ngjarje janë të gjithë banorët e fshatit Peshtan, të cilët thonë se nuk e njohin për njëri të tillë 55 vjeçarin. Jam Ismail Zypa, unë Ladin e njoh kem femëni, vinë këtu tek mua, po thoj se 2 herë në javë, 3 herë në javë. Kam dëgjuar këto 2 ditë që e shoh që nuk po vinë këtu, kam dëgjuar 2 llafe që është brenda, nuk e di se si i ka hallet. Po unë Ladin e njoh për njeri të ndershëm, nuk e njoh për veset me ç'po dëgjojmë këto ditë. Di edhe sot. Po sa për tjerat hallet e tij e di vetaj. 55 vjeçari Vladimir Gjata ndodhet në ambientet e komisariatit të policisë Fier në pritje të seancës gjyqësore kur do të dalë para togave të zeza.